Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Darbonia, mirë se erdhët në emisionin radhës në emisionin Port. Sonte jemi të nderuar, ta kemi profesorin, njohuesin e arsimit profesor Xhavet Rejlaj. Do të flasim mbi arsimin parauniversitar, sfidat dhe ndryshimet po mundën të ndodhen në sistemin e arsimit, po ashtu edhe me efektet mediatike të cilat shpeshherë mediat po kablojnë pjesa politike, kurse arsimi po mbetet disi me anash. Përshëndetje profesor, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Darbonia. Me kënaqësi e kam pranuar ftesën, faleminderit. Arsimi parauniversitar pothuajse përfshin pjesën ndërmuese të popullsisë së Kosovës. Por në një farë formë ose formën tjetër nuk po zën vend në hapësirat e opinionit publik, në mediat, në rrjetet sociale për të ballafaquar. Në një formë ose formë tjetër, pjesa më e madhe e shoqërisë është e implikuar në arsim, por duket që kemi mbetë në një oazë duke u sjellur pa dalur nga kjo dhe pa marrë një kohë të duhur. Cili është realisht arsimi parauniversitar tani në Kosovë? Kjo që thatë është e vërtet. Shumica e popullatës Kosovë ndikohen ose preken në mënyra të ndryshme nga arsimi parauniversitar për shkak të familjeve, nxënësve, mësimdhënësve, atyre organizatave që bojnë shërbime që shërbejnë me mënyra qoftë me libra, qoftë me tekste, qoftë me pajisje mësimore, qoftë me ushqime për rreth shkollave të tjera, qoftë me ndërtim të shkollave. Do të thotë pjesa e madhe e popullsisë preket nga arsimi në mënyra të ndryshme. Pse arsimi s'është prioritet? Konsideroj që problemi është me politikajt, të cilët nuk e kanë prioritet arsimin. Arsimi për nga natyra e vetë nuk të sjell rezultatet për njëhershme, për me pa rezultatet në arsim kërkohet kohë më gjatë, dhe politikanëve kjo nuk ju konvenon, sepse atyre ju duhen për shembull tash në kohën e votimeve i duhej për arsime u lidh duhej me i dhanë disa mijëra euro ose 100 euro për studentët e të tjera në mënyrë që arsimi të sjell dobi për konjunkturat në pushtet. Arsimin e shikojmë veç kur ka rezultatet e PISA-s, e shohim kur kemi maturat, e shohim kur ka ndonjë kopjem keqpërdorim, ndonjë incident, ndonjë rrahje nëpër shkolla, por nuk është në fokusin ton të përhershëm. A do duhej tash të ishte arsimi në fokus? Unë mendoj se arsimi do duhet të ishte në fokus të gjithëve, e në radhë të parë të politikanëve, sepse ata janë të zgjedhur që të trajtojnë problemet kryesore, çështjet kryesore që interesojnë popullatën e Kosovës, dhe post tjerash, dhe argumenti kryesor është sepse Kosova nuk ka tjetër post njerëzve. Ne nuk kemi as naftë, nuk kemi as burime energjetike, nuk kemi as det, nuk kemi ndonjë vend me një rëndësi të madhe strategjike mes dy botnave, me gjeografi, dhe nuk kemi ndonjë lumë të madhe i cili kalon te ne. Ne kemi njerëzit i formon arsimi, kujdeset për ta shëndetësia, rendje, ligjet të tjera, por duhet rreth njeriut të formohen politikat në Kosovë, tash nuk është ashtu. Profesor, po ndolëm që nga pas lufta Kendej, shkolla është identifikuar me godinë, është investuar në godina, por realisht shkolla në brenda gërshëtan shumë elemente, shumë komponente që ndryshon sistemin. Pse po ndodh kjo që nuk po hezitohet të investohet në godina, edhe atëherë ndoshta kur nuk ka nevojë tepër, edhe nuk është investuar në hartimin e politikave zhvillimore. Po, me vërtet. Godina investohet sepse ajo shihet. Politikanët, partitë dojnë me pa rezultatin e vetë, nuk dojnë me prit një cikël i reformave arsimore zgjat një 7 vjet. Ata s'dojnë me prit 7 vjet, dojnë me u pa godina, me thonë që kemi investu për bajraktarët
Çdo parti ka bajraktare të vet në për zonat ndryshme, rurale, urbane të tjera, edhe që atyre bajraktarve u ajep nga një dhurat, një shkollë, ku ta diun, edhe në rastet kur ajo nuk ka fare nevojë. Krejt rrugova afër PS, krahina e rrugovës, i ka disa shkolla, 7-8, asnjë nxans. Më duket diçka ka në drejt ai. Po jo vetëm rrugova, janë edhe zona tjera, sidomos ato malore ku është investuar në arsim pa mend, pa vend edhe pa plan. Unë e pata bën në 2002 një plan strategjik për ndërtimin e shkollave, ku e pata para pa trendin e tërheqjes së popullatës në për zonat urbane, kujtohet që edhe ministrat edhe kanë kesh me atë plan. Çka u bën as kemi tipo mendon që duhet më të rek. Po, në fundit tash për me u kthy në pyetjen tuaj. Shkolla nuk duhet parë si një godinë, si një objekt, duhet parë si një mjedis në të cilën ndodh transformimi i nxënësit. Transformim prej një potenciali, një fëmijë normal është fëmijë i mençur, çdo fëmijë normal është fëmijë i mençur, po varet çka bën me atë inteligjencë normale të atij fëmije, çush e përdor, çush e zhvillon. I vetmi institucion, se të nën Kosovë ka rëndësia e shkollës, po i vetmi institucion që mund ta bëjë transformimin e shkollës, është shkollë e fëmijës, është shkolla bashkëpunim me prindin. Ne nuk jemi të e pakte, ne jemi të i dëmtu fëmijët me politika jo të mençura, duke mos e prioritizuar arsimin, duke mos e parë shkollën në dritën që është si një mjedis transformues, po duke parë vetëm si një godinë që përdorim për me i qetësu, me i përparu, me i avancu, me marrë vota për bajraktarët partijake dhe për partitë. Mendoj që është gabim, qasë është shumë e gabuar. Një element tjetër është që çdo herë ndoshta ndryshimet krijojnë rezistencë. Por ne nuk kemi parë ashtu nga asnjë pjesë e politikës që ka dashur të ndryshon sistemin, që të hynë në kuadër të orientimit perëndimor. Nuk është bërë hap në ndryshimin e mësimdhënies në atë kuptimin që kjo formë ose qasje duhet të jetë ndaj nxënësve, ose në ndryshimin të investimeve në zhvillimin profesional të mësimdhënësve ose kadrave përgjithës ndihmës në shkollë që të arrihen rezultate. Është një lloj vazhdimësie e sistemit aty këtu me ndryshime, me pjesë të cilat japin nga pak elemente, po jo në ndryshimin që kërkon shoqëria jonë, që të shihet produkti pas një kohe të caktuar. Edhe këtu keni të drejtë, por do të pajtosha pjesërisht sepse ka zhvillime. Edhe në Kosovë dhe në arsimin kosovar, është mirë me i pa, senet e mira duhet me i pa. Unë shoh anë pozitive, gjëra pozitive në arsimin kosovar, jo sa duhet të ishte, thash me shumë të drejtë. Për shembull, arsimin lartë në Kosovë me disa politika strikte nga ana e Agjencisë Akreditimit me përkrahje të ministrisë, unë mendoj se arsimi kosovar ka fillu. Tash arsyet janë të ndryshme, por megjithatë unë shoh që arsimi kosovar ka filluar një rrugë të mbarë dhe mendoj se do të vëdësohemi për këtë gjithnjë më shumë, do ta shohim se kemi një arsim të lartë të mirë. E dyta, diçka që ne nuk është, unë e quaj përhiturat e sistemit arsimor, do të thonë nuk i sheh kurkush se i fshehin, është arsimi profesional. Arsimi profesional në Kosovë është më i mirë se që e dim ne. Është më i mirë, por nuk e çmojmë, nuk e përkrahim sa duhet. Ka raste të suksesi, qendrat e kompetencës, shkolla, kam vizitu një shkollë shumë të mirë në Suharek, shkolla të tjera kam vizitu profesionale, ne nuk i kushtojmë rëndësi një kapaciteti shumë të madh. Ky kapacitet është bërë i tillë sepse ka pas më shumë investim të donatorëve në shkollat profesionale sepse ata e dinë vlerën. Ta shkove të fundit ka filluar edhe sistemi dual, licencimi, profileve të tjera. Unë mendoj që është një diçka që nuk e shohim, ish dashme pa, ish dashme i shty. Se na jemi përqendruar vetë gjimnazet i shohim shkollat mesme. Realisht unë mendoj se gjimnazet janë pjesa më e mbetur mbrapa e sistemit arsimor në Kosovë. Ish dash këto gjimnazet me marrë modelin e shkollave profesionale se si duhet mu modernizu. Këto nivele tjera kanë vend numëru, mësuesit ende mbajnë frontin, mësuesit, shkolla fillore, një 5,
Mendoj se ende mbajnë frontin. 6-9 që është në rënje vazhdimisht për mendimin tim gjithnjë. Edukimi parashkollor ose edukimi në fëmijërinë hershme për fat të keq nuk e ka vëmendjen e duhur të shoqërisë. Ka pas zhvillime pozitive tash kohëve të fundit, Ministria ka dhënë 1000 vaucher prindve me gjendje të rënduar sociale, u ka dhënë 1000 vetave, ju ka dhënë disa mjetën, 100 euro. Më duket që ata shkojnë t'i çojnë fëmijët me regjistru dikon në edukim parashkollor. Shumë zgjidhje e mirë, i dashur me rrit. Është zgjidhje një prej veprimeve më të mira të kësaj qeverie. Po këtu ka nevojë për shumë më shumë. Pse? Se edukimi në fëmijërinë e hershme është baza, krejt të tjerat janë kot pa edukimin e duhur atje. E ne e kemi lënë shumë as dorë atë pjesë. S'po du mi marrë kohën, ndoshta ndonjëherë tjetër mund të shkojmë më hollësisht, po edukimi në fëmijërinë e hershme, gjimnazet, klasa 6 duhet të trajtohen më mirë në Kosovë. Cilat janë ndryshimet më të dukshme që janë bërë në arsim gjatë viteve të fundit, të cilat janë të vërejtër apo shihen? Ndryshimet më të mëdha janë bërë në kurrikul, po ato janë bërë pak më keq. Nuk janë bërë bashkë që është duhet. Unë jam pjesë e gabimeve, ne jemi pjesë e gabimeve. Pak kemi mësu prej tyre, o dashta ndryshime që deri në fund me bën edhe agjencinë për kurrikula që është në ligj. Nuk është që deri në fund procesi reformimit, edhe nuk është që duhet që i përshtatet Kosovës. Ajo të është bën një ndryshim. Ndryshime tjera, kualitative dhe pozitive i shoh në fushën e arsimit profesional, që e thash më herët, ajo mendoj se ka ndryshime shumë të mira, veç na nuk i shohim, na nuk dojmë me i pa. Të mirën nuk e rrisim, ata njerëz janë të punu shumë, sakrifikohen shumë, por nuk e kanë përkrahjen që e meritojnë. Po besoj shpejt do të merret vesh edhe do të dihet që vërtet janë vlerat të sistemit arsimor. Në shkencë ka disa depërtime, por janë shumë fragmentare, parciale, individuale, nuk janë sistemore. Në shkencë duhet më punu me institute, me projekte kërkimore që janë dobi të shoqërisë, por ne njëherë për njëherë ende jemi kështu parciale, fragmentare. Ka disa lëvizje pozitive dhe nga ministria dhe nga institucionet, por duhet më shumë me bë. Aty ka nevojë më shumë ti. Arsimi i lartë e përmenda. Kjo nisma shumë interesante mësimit tërditor në Prishtinë. Tash masi kanë hyrë, unë mendoj se tanë shteti është dashur me i ndihmu Prishtinës, i ka hyrë një punë shumë të vështirë, duhet me i pa dhanat se ç'është po ecë, por me mujt me vlerësu edhe me dhanë njeri, ose nuk ka transparencë, nuk e di çka po ndodh tamam aty. Po kjo është një ide shumë interesante, cilën me interes e pres se çka po ndodh, ç'është po reagojnë prindërit, mësimdhënësit, fëmijët, ç'është po shprehet kjo në rezultatet të fëmijëve në PISA-n e ardhshme. Apo ecë Prishtina më përpara apo nalet? Në PISA-n e fundit, rezultatet e testit PISA, Prishtina ka qenë 1 deri 2 vjet para ton tjerëve. Tash është me interes me pa ç'është do dalë tjetrën për me krahasu efektin e mësimit tërditor. Duhet pritur. Profesor, po sfidat, cilat janë mendoni që janë sfidat që sistemi i arsimit për universitar nuk po mund të kalon? Kurrikula është zemra e sfidave kryesore. Se edhe ministrat nuk guxojnë mu marrë me te. Nuk po dojnë mu marrë me te. Njësia kurrikula në ministri ka me 3-4 njerëz, edhe nuk po ka forcë me u marrë me problemet e mëdha të zbatimit të duhur të kurrikulës. Kjo është sfida kryesore, mendoj. Duhet me bën një kurrikul që i përshtatet mësimdhënësve, kushteve të Kosovës, mjeteve materiale në dispozicionet të tjera. Kjo është e para. E dyta është furnizimi me teknologji. Në kohën e teknologjisë duhet të ketë teknologji në shkollë. Kohën time, shkolla ka qenë segmenti më i avancuar në komunitet. Shkolla i ka pas tana pajisjet prej kabineteve, prej televizorëve, prej harmoniumin e kemi pas për muziket të tjera më kujtohet. Tash nuk është ashtu. Tash shkolla nuk është pjesa avancuar, por është pjesa më prapambetur e komunitetit. Një nxënës, një familje, një lagje vogël ka më shumë kompjutera se që ka shkolla. Tash po flitet se gjoja Suedia është ka kthehet mrapa prej teknologjisë, ka libre kështu, por ne megjithatë duhet me pasuru teknologjinë për shkolla dhe fëmijët tanë duhet që ato që kanë në shtëpi spakut me pas edhe në shkolla për me mujt me nxon hapjen me tjertë. Domethënë teknologjia, kurrikulat, zhvillimi profesional i mësimdhënësve është duke po bëhet në mënyrë të gabueshme, besoj, duhet po bëhet pak më ndryshe. Edhe sfida tjetër kryesore është arsimi
në fëmirinë e hershme. Nëse është zemra arsimit e sfidave, është kurikula dhe edukimi në fëmirinë e hershme. Profesor, ndolëm tek kurikula pak. Mendoni që vetë fakti kurikula është e gabueshme apo nuk është përcjell, nuk është vazhdo në mbështetjen të mësimdhënësve në zbatimin e kurikulës, sepse është e pamundshme të mendohet për 5 ose 6 ditë një mësimdhënës të përfiton gjithatë një ori edhe të jetë praktik. Në momentin që ka mbaruar trajnimit, kompletimi i dosjes është shkëput çdo gjë. S'ka pas mbikëqyrja askur gjë fare, edhe kjo pastaj ka qaluar. Keni të drejtë. Ne kemi marrë një kurikull shumë të avancuar, e kemi fut si një trup të huj në sistemin arsimor të Kosovës. Duket që o baga me më atëherë, kemi pas kurikula 2001 e patëm bërë një proces, dhe në 2006 i patëm zhvillu gjitha klasat, plan programet, 2007 patëm fillu një farë vlerësimi, 2008 u krya vlerësimi dhe fillu me shku prej kurikules me përmbajtje ka kurikula objektivave, edhe ka dalë me rezultateve tjera, për me kalu ka dalin kompetenca, por në 2008-2009 u falë edhe u fut për njëherë kurikula me kompetenca. Mendoj se jemi ngut, nuk ka pas Kosova kapacitete, edhe mendoj që janë bo 2 gabime. E para ka qenë kur e panë që kompetencat, si pas kurikules me kompetenca mësimdhënësi zhvillon programet vetë, për landën e vetë. Edhe mësimdhënësit nuk ishin të informuar. E pa ministria, besoj, edhe ekspertët e panë që mësimdhënësit edhe bëhet larishi tepër e madh, dikush kurikula kështu dikushtu. Po, edhe atëherë vendosën që me shru plan programet ministria. Momentin që ti shru plan programet, kurikula s'është qashtu me kompetenca, është veç nominalisht me kompetenca, edhe mendoj që aty u bon një gabim i parë. Edhe dyta, gabimi tjetër u bon që mësimdhënësve me 5 ditë, që shpo e thoni ju, nuk mund të bëhesh mësimdhënës prej mësimdhënësit me përmbajtje, që fokusohet në mbamendje, në mësimdhënës me kompetenca që është përgatitja e fëmijës për jetë. Këtu është bo problemi, gabimi më i madh. E dyta, e kemi kriju një qarje në sistemin arsimor të Kosovës. Kurikula është këtu, nominalisht, po kryesisht me kompetenca, po matura është 50% kompetenca, 50% për mas. Arritshmëria 50% kompetenca, 50% përmbajtje. Do të thonë, testet e arritshmërisë këto i kemi pak si të përzime. Asashtu. PISA është krejt me kompetenca. Edhe thash, kjo ka prodhu një qarje, mësimdhënësi nuk e din a me shku ka kompetenca, a ka përbajtje, a ka matura, a ka PISA, ka me shku. Kjo është një qarje organike, brenda, në thelbe sistemit, që mësimdhënësve është shkaktu shumë probleme. Nuk po del një ministri, e cila heq këtë qarje. Unë mendoj që këtu rol të rëndësishëm duhet me lujt instituti pedagogjik, edhe ministria me qene hapt ndaj ideve të institutit se qësh mu marrë me këtë problem. Kjo është problem thelpsor, që kjo qarje. Në sistemin në arsimor këqyrë në një anë vepron tjetrën. Ne themi që jemi me kompetenca, e në të vërtet shumë zona i bojmë si pas qasjes vjetër me përmbajtje. Kjo dysi, është shizmë, ndarje, qarje, është e rrezikshme për sistemin arsimor. Jo vetëm Kosova, po edhe bota është në një zhvillim të hapshëm të teknologjisë. A ka zënë papritur edhe apo mundëm ta kapëm ne hapin si sistemi arsimit pa universitar në këtë rast me zhvillimet e hapshme, sepse duket na ka sfiduar kjo për faktin që sot edhe fëmiu, edhe mësimdhënësi jenë në një qasje këtë ndryshme nga para 2 dekadash. Tani kemi mbetur disi pak të hutua, apo këtë lën anash. Kjo është shumë e vërtet. Shiko, jo ne, krejt bota, nuk po din çka me bën me teknologjinë, se ka ecë shumë më shpejt se mendja e njeriut. Edhe pos lindja, rezultatet e PISA-s fundit kanë treguar që lindja e largët është gjindë ma mirë me teknologjinë. Krejt Evropa, edhe Amerika, kjo pjesa e botës perëndimore, edhe pjesë tjera Afrika, ato nuk po din çka me bën me këtë teknologji. Është një sen që s'po i bim fije. Kosova është që aty dikun.
por ne dyfish jemi ma keq, sepse ne as nuk po investojmë, as nuk kemi plan të mirë, e kemi një strategji për digitalizimin, cilin nuk e ka këshyr kush, po më duket pesi është miratu, nuk kemi ble pajisje teknologjike që tash i shpall një konkurs, para do kohë është shpall një konkurs për pajisje teknologjike në shkolla, do më thënë, është problem. Ne nuk kemi të umarë me këtë problem, e kur e dish që nuk i kemi kapacitetet, bashkë sa duhet, kjo problemi dyfishohet. Tash, ka këtë në çfarë situatë jemi? E kem një menaxhment, një kërkok, një ministri, një autoritetet arsimore, ekspertiza që janë pjesë e tyre, po besoj, të cilët nuk po merremi me problemin. I kemi fëmijë që kanë ecë me teknologjinë, edhe janë të uritur me përdor teknologjinë, edhe kënë tjetër në anë teknologjinë e cila po shkon ka ik. Tash ka dalë inteligjenca artificiale, unë në mësim nuk po di çka me bë me te. Nuk po di, nuk është digitalizimi tash. Nuk është kompjuteri, është inteligjenca artificiale. Tash ti thu unë du me mësu në zonë si në diçka, po e ta mëson krejt. 20 herë ma mirë se ti. Cili është misioni mësusit tash? Cili është misioni jam? Unë për veti jam të mendu. Çka bëj unë tash? Cili është roli jam? Këto establishmenti nuk është të menu për këto probleme. Tash këtu e ki inteligjencën artificiale. Ka dalë quantum kompjuterika. Ka dalë edhe më shumë që mundëson ruajtjen më të madhe, përdorimin më të madhe të teknologjive të reja të tjera, e na nuk jemi të marrë halas me digitalizimin që duhet. Është problem, është ngecje totale mbas trendeve, është dënimi fëmijëve, megjithëse fëmijët e të rinj dyqysh po ja bojnë, Kosova është një prej a din që ndër eksportet më të mëdha të Kosovës është këto teknologjitë e reja. Dija e trive tonë në fushën e teknologjive të reja. Do të thonë, trit po merren dyqysh, po para mendoj e ti shtetit kishë qenë për smari. As kish pas të po marrë me këto tjerat se fëmija e rinia ishin po punë të vetë. Qartë. Ne po përbollëm e përmendet edhe jo, me pajisje. Po nuk është problemi këtë pajisja. Këto është probleme materja që duhet të ofrohet nxënësit që të merë një hori në këtë kuptim. Edhe super pajisje, jo veç pajisje, nuk është veç puna për kompjutere, smart board, këto janë tash problemet shekullit kalum. Na duhet më marrë me çdo dy çështje tjera që ndalë, edhe quantum kompjuterika, edhe inteligjenca artificiale, edhe digitalizimi plot i arsimit. Do të thonë, ne jemi një 4 hapa mrapa. Një element tjetër, profesor, në sistemin e arsimit përrezulltar është zhvillimi profesional i mësimdhënësve. E përmendëm edhe më herët që çfarë ka bërë shtetit, edhe kur themi shtetit, e nënkuptojmë institucionet lokale dhe qendrore në zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Shpesh herë adresojmë kritika në drejtim të mësimdhënies, të mësimdhënësve, por realisht shteti është përgjec të bën një zhvillim adekuat. Janë harxuar me miliona euro në mbajtjen e trajnimeve 2 ditore, 3 ditore, me njëherë nuk ka posër element apo parametër mas se ku ka shkuar trajnim dhe çfarë apo ka mbaruar me atë ditë që ka mbaruar edhe trajnimi. Si e mendoni në këtë drejtim, sepse nëse kërkon diçka, duhet të investosh, duhet të jepësh për të kërkuar. Vërtet, kështu, mësimdhënësi është i fundit që duhet fajsuar. Kjo është teoria jam, qëndrimi imi. E dyta, ju e thatë shumë interesant e thatë pak ma heret. Nuk është puna me i ble pajisjet, po me i ndihmu mësimdhënësit që me përdor për mbajtjen edhe me i përdor që ato pajisje. Ajo duhet jetë trajnimi. Ky trajnimi i këtill nuk ka bë shumë Kosovë. Pse? Sepse na kemi bë trajnime po shkolle nuk e kemi pajisje, mjete materiale mësimore edhe me pajisjet cilat janë me mësimdhënien e re. Do të thonë, arsimtari, profesori, mësimdhënësi ka shku në trajnim kur o kthy këtu prapë në shkoms. E kanë trajnu për metodat reja konstruktiviste këtu prapë në shkoms. Edhe çka ka me bëj, ja e vazhdon punën e vet. Unë kam qenë deri vonë, një kohë kam qenë në këshillin për shtetëror për licencim, e cila merret edhe me zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Unë kam dalë për aty i neveritur. Nuk merren me probleme, ka kombinatorika krejt të ndryshme, po mas paku ka me u marrë me problemet e mësimdhënësve. Edhe kam lënë disa mesazhe, disa porosi, kam lënë me shim se çka duhet më bë, por jo nuk kam pa vullnet
për me u kthy për smari, me mendu për mësimdhënësit, e jo me mendu për interesat personale. Një element tjetër të cilin e keni elaboruar dhe ju, pikërisht ju, ideja ju e ka qenë në për studio televizive ka qenë që kodri tepërt. Në për shkolla e mungesa kodrit ndihmës, ta themi në atë kuptimin profesional, pedagog, psikolog, hartimi njerëzve të aktive profesionale përgjithë, sot në për shkollat tona nuk paguhen kujdestar të ditës, kërkohet kujdesari. Kërkohet aktivet profesionale, ato nuk kanë afat kohor kur të mbahen brenda një dite. E keni elaboru. A është mungesë dhe sfidë kjo që nuk po mundën të kalojnë institucionet e vendit në këtë drejtim? Sepse po duket që shumë më shumë një pagë me edhe një profesionistin në këtë drejtim, se sa 3-4 paga me shpërnda nxënësit në këtë formë. E para, na e kemi lanë shkollën krejt mbrapa. Shkolla sot, në Kosovë shihet sikur para 50 vjetëve. Shkolla që ashtu trajtohet, janë do njerëz që shkojnë me punu, janë do fëmijë që shkojnë me mësu, ka do shkumsa e markere u shpërndahen, hiq ma shumë, edhe hajtash bëni luni mësusash. Shkolla ka rol shumë më të madh në shoqëni. Para mendoti përdorimin e teknologjive, çka bojnë prindërit me përdorimin e gjuhës angleze, ta gjuha angleze tu ka bë gjuhë amtare. Kush e ndihmon prindin këtë situatë, kush e këshillon prindin këtë situatë, kush e zhvillon fëmin me përgatit për jetë. Tana këto ishtë dashtë me i ba shkolla apo jo. Në shkollë, dikush shkon me mësu, dikush shkon me punu, e merr rrogën, shkon të shtëpia, mbas 4 orëve gjatë ditës shkon të shtëpia dhe smerret më me atë punë. Domethënë ne nuk kemi të e trajtu shkollën si shkollë. Në Kosovë, besomni, e kam hulumtu, vetëm një vend në një kurikul bërtham, kur kun tjetër se kam pa mision e shkollës. Për çka shkolla në Kosovë? Jam i bindur me i pyet 90% vendimar se nuk e din pse shkolla në Kosovë. E këtë kuptim, për shembull te ki në shkollë, drejtori i shkollës vetë është, qyqe vetë është, me u marrë me tana problemet të shkollës, 60 euro i ka ma shumë se mësimdhënësi. E tash, që kjo qasje ndaj shkollës, edhe në anën tjetër, politizimi, partizimi i shkollës, kush është qurë mëngjes, ka punësu njerëz të afërm për me ble vota. Edhe pse mos me i ba, kur kryetari komunës që vendos, ligje e ban që kryetari komunës dhe DKA-ja, drejtori komunal, vendosin për punësim, a i nuk i e pare të veta, i ka pare të qeverisë, pushtetit qendror. Do me thënë, ky punëson sa të mundet për me marrë vota, se i pagun pushtetit qendror. Në botë, arsimi, para universitar, paguhet prej komunës, prej pareve të komunës. Edhe komuna ka shumë kujdes ku po i qënë paret e veta. Nuk i vind gatshme prej staltit. Edhe tash kjo situatë e këtil ka kriju një situatë kur ti pa fajin e tyre i kim si mëdhënësit ku pëthuaj se gjysma e tyre janë të pritës teknologjike. E tash, nëse ti e sheh funksionin për këthena, tash po lidha me shkollën, nëse njeriu e sheh shkollën, veç dikush shkon me mësua, dikush shkon me punu, na kemi të pritës teknologjike një 7.000 minimum arsimtar në sistem. Nëse ti e sheh shkollën si një vend, një kuti, një mjedis transformues me këshilltar në karrierë, me aktiviteten klube, 6-7 klube mundesh me i ba, recitimin, muziken, shkencat, teknologjin, mjedisin e gjelbërt, e të tjera, 6-7 klube mundesh me i ba, të gjitha këto arsimtarët me i udheq. Nëse arsimtarët të prit që i kem, i qojmë mësusat, i qojmë për edukimin parashkollor, edukimin e fëmirinë e hershme, po i përdorim, a ki te për mësusa, qojnë edukimin e fëmirinë e hershme me 3 muaj ditë i pregadit, shtoj shërbimet e edukimit të fëmirinë të hershme, por s'ki nevoj me maru një qerë dhe 1 milion euro, shtinet i kish shkollat në kanë me të zbrast, qeli 2 klasa, bërë një qerë dhe, e të tjera. Kur ti tash e sheh funksionin mangësit që i ka shteti dhe përdor shkollën, shkolla është mekanizëm i fort. Nëse shkollën e përdor për transformimin e fëmijëve, me psikolog, me pedagog, me aktivitetin klube, me këshilltar në karrierë, fëmija jonë në fakultet, jenë se din pse o ka regjistru fakultetin, pse mungojnë këshillimin në karrierë, me përkujdesje sociale, me trajtimin e problemet të delikvencës, me trajtimin e bulizmit, me shërimin e fëmijëve me problemet që i bin pej familjes, që i bin problemet mëdha. Kur shkolla bëhet
kjo sferë transformuese, ky mjedis transformues, ky ambient transformues, në atë rast nuk ki të pris teknologjike, po ki një mrekulli që tia e fëmijëve të Kosovës për me bot aftë me ushty me fëmijët e tanë botës. Krijon një mekanizëm zhvillues brenda shkollës. Po transformues. Fëmijën me problemet që i sjell familja në shkollë, ti e shndron në njëri të suksesshëm, kështu në perëndim. Shkolla e merr fëmin, i thot prindit, hajde ti puno me mu në daq, mirë i shkon me ardh, edhe fëmin, kur të qetë prej klasës 9 dhe kur të qetë prej klasës 12, ajo i gatshëm për jetë, për punë, për shkollim, mbate. I gatshëm. Një tema arsimit që diskutohet është çdo herë kur dolin rezultatet e PISA, edhe ato brenda 3 ditësh. Po, Çdo jo gjë, 4 ditë kursi. çdo ditë mbaron brenda 3 ditësh, përgjithësia dhe llogaridhënia nuk vlet S'ka në Kosovë. që nga shkolla deri te ministria. A duhet të ketë sistemi arsimit, përgjithësi dhe llogaridhënia. Kur i diskutuam të gjitha këto dhe ka shumë të tjera për të diskutuar, që nga niveli qendror, lokal dhe një rrjedhim i gjerë akterësh të cilët janë brenda ndërshkollës, dhe kur të marrëm përgjigje në këto vlerësime që sensibilizohet shoqëria, a do të jetë ndonjëherë prioritet arsimi në shtetin e Kosovës? Dy çështje janë këtu, apo e para, po e bëj një kundërpyetje. A din ti dikant që është largu prej sistemit arsimor për mos punë? A keni? Dhe me dane ju, Çfarë llogaridhënie është kjo? A keni ti drejtar që shkolla nuk i bën punë, nuk funksionon, nuk kryen punë, nuk zhvillon fëmia që e ka hu punën? Veç kur prishesh me kryetarin e komunës, se për kështu 100 vjet rrin aty. Domethënë nuk ka llogaridhënie. Pik, këtu s'ki çka gjatë. Vendi kur 30.000 njerëz janë sistemin parauniversitar në Kosovë, ma shumë. E kur kush pe hu punën për 20 vjet pa. Po veç për keq përdorime, abuzime, ngacmime të fëmijëve çdo është ka 50 në vit me nxjerr. Mirë. E dyta, do të bëhet prioritet. A duhet më bë duhet? A do të bëhet unë hiç pesha? Pse? Pse nuk pesha? Ti apo e sheh që këta njerëz nuk lodhen për popullin, për njerëz, na kanë humb vjet 10% të popullatës sipas Bankës Botërore. Këta halas din me formu një qeveri, halas din me hunxho alarm është kjo është. Na jemi të humb bazën biologjike, fizike të popullit. Këta nuk munden më ul me thon ku na shkoj populli, çka ka me na vyft neve, dëgjoj 10%, na jemi unë uroj që t'jem gabim, e t'jem të dhana të gabushme. Por, edhe po t'jem të 150.000-60.000 njerëz janë. Po edhe t'jem të gabushme, hajtë t'i marrim dhanat e entit statistika. 25-40.000 vit njerëz na kanë hupër në vit, por me shku me marrë me viza punë në Gjermania nej. Ne kemi gjakderdje, hemoragji të popullatës, si shtet. Ne ja u kem kalu rajonit, për me të i hup njerëzit. Ne s'kemi në Kosovë nuk ka tjetër pos njerëz. Çka janë të bën qeveria? Besom, as njoni prej tyne as janë gatshëm me fol me njoni tjetër me bën një qeveri për këtë popull. Qysh me menduna e ka përparësia e arsimit? S'lodhen. Jam shumë pesimist. Prandaj, unë nuk shoh tjetër dy zgjidhje. Me dal një lider i ri, një Trump që se vetë kërkon hiç, edhe i krisur pak, që e bën diçka për këtë vend, ose në Itali ka qenë një kohë, një 20 vjet, kur qeveria, s'ka pas qeveri 50 dit, 100 dit, bike qeveria, po shteti ekonomia ecke. Do më thënë, edhe pak, nëse vazhdojnë kështu, populli e shet që qeveria qenë ka pa rëndësishme, të bëjmë na diçka për veti. Inshallah, jo të dalë prej shtetit, po të mundu me bën diçka qëtu. Jam pesimist, jam shumë. Me këta njerëz, me këta çorra, falë që po jam kaq drejt për drejt, që nuk e din që 6 muaj ditë edhe 6 muaj tjera kanë me negociu, jo, as negociojnë. Çka me prit prej tyne? Çka me prit prej njerëzve që hinë politikë, e marrin pushtetin, hinë në ministri, s'ka lidhje me atë ministri. Nuk, po një keq. Profesor, kemi edhe shumë për të biseduar lidhur me arsimin, se cila fushë, se cili segment e arsimit është tim në vete që meriton nga një emision. Të falenderojmë ty për kohën dhe opinionin e dhënë. Faleminderit juve. Faleminderit, ishte kënaqësi, jo kënaqësi, ishte nder. Faleminderit shumë.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.